Të dashur miq, sot ata që guxojnë të ngrihen për dinjitet, të ngrihen kundër këtij regjimi, mbrojnë jo vetëm idealet e tyre, por mbrojnë dinjitetin dhe idealet demokratike të çdo shqiptari. Dhe duhet të pranojmë se në kushtet aktuale, kur ndonjëherë historinë e këtij vendi protesta nuk ka qenë, kryengritja nuk është më domosdoshme dhe më jetike për vendin. Edi Rama mendoi se mbylli aferat që shkoi 1.2 miliard të tij me Lubi Ballukun. Dhe vërteta është, duhet pranoj, pas 3 muajsh, ai i mbylli dyert përfundimisht organit të akuzës. Dhe e mbylli dosjen e tij me Ballukun. Kjo është e pamohueshme. E mbylli me prokurorët. E mbylli edhe pavarësisht se një seri vendesh të Bashkimit Evropian kërkuan që prokuroria e vendit të mos pengoj në funksionimin e saj. Kështu që sot ai mendon dhe ndjehet me i fortë se kur, bazuar në aktet antikushtetuese kriminale që ka ndërmarrë. Ndaj dhe sot është më domosdoshme se kur protesta jonë. Ndaj dhe sot betejë jonë është më etike se kur për këtë vend. Në ndërgjegjen e çdo shqiptari duhet të jetë e qartë thellë se rruga e vetme për të ndaluar këtë të keqe të madhe është protesta. Edhe njerë, Edi Rama e nxori veten mbi ligjin. Nuk pyet ma për kushtetut, nuk pyet ma për drejtësi, nuk pyet ma as për partner të ndërkombëtar, ose të themi nuk pyet për ata të cilët kërkojnë që në Shqipëri të funksionojë shteti ligjor, të funksionojë kushtetuta, të garantohet barazia para ligjit. Për këta ai nuk pyet ma. Atëherë çfarë do bëjmë ne në këto rrethana, në këto kushte? Ne do ngrihemi edhe më fuqishëm. Ky është misioni ynë. Dhe ky mision sot është më i rëndësishëm se sa ç'ishte dje, se sa ç'ishte para dje, se në çdo kohë. Nuk mund të mbyll ai. Nuk mund të mbyll, kurse si. Aferat të cilat ju kanë kushtuar, ju kushtojnë miliarda qytetarëve shqiptar. Ndaj dhe qytetar dhe qytetare. Të përgatitemi për kryengritjen e radhës më të fuqishme që ka njohur Shqipëria. Por t'i treguar kësa kreu të organizacë kriminale. Se kur nuk pajtohemi ne.
me këtë vërmëtari. Duhet të ngrihemi në emër edhe të gjitha atyre shqiptarëve që nuk ngrihen dot. Në Afrika. Kështu është, historinë e bëjnë guximtarët. Kjo është e vërteta.